ka dukte pa logjikshme se ato medikamente janë për kofshat. Cila është terapia që u jep ose ja u përshkruan fëmijëve? Shembull suplementeve të dheut vulkanik. Sa kushtoi keq ky trajtimi edhe çaj protokolli që ky 1500 euro për 3 deri në 4 muaj. A është qëru autism? Po, unë kom dëshmi. Autizmi nuk ka shërim, për shkak se autizmi nuk është smundje. Ankesa si kjo që dëgjuat nga një prind së fundmi kanë ardhur shumë në redaksinë e Lajminet nga shumë prindër cilët kanë raportuar se një person nga Gjilani po arrin të bëjë zgjidhje problemeve të shfaqura tek fëmijët me çrregullim të spektrit të autizmit. Personi fjalë është Arjanit Slamniku, e postimet e cilët janë të shumta në numër në profilin e tij në Facebook, ku shfaq pamje jo të këndshme të parazitëve që fëmijët e shumt i largojnë sipas tij nga trupi i tyre pasi marrin trajtim ose këshilla tek ai. Ndiqeni fillimisht ankesën e një prindi i cili më ka kontaktuar e që trajtimi që ai thotë se ka qenë falas në fakt kushto ka me mijëra euro. Pra ai protokolli që ky përdor. I njëjti sipas këtyre prindërve po përdor edhe terapi që në fakt nuk përdoren asnjëherë tek njerëzit e që rrezikojnë të jenë fatale. Shumë prindër gjetur përballë situatave të vështira kanë menduar që ndoshta ai mund të bëjë zgjidhje, por më pas doli krejt diçka tjetër. Mu për vete, më ka dukt shumë e palogjikshme protokolli tina cilën na ka ofru. Medikamente cilat i përdorin fëmijët. Po. Që ai po thot që kam fëmijë duke shëruar këtë drejtim. Më ka dukte pa logjikshme se ato medikamente janë për kofshat. Nashta mos të shikohen që ato medikamente që ai mi ka tregu. Po. Edhe kom më hulumtu për to, unë nashta edhe isha bind. Edhe kisha fillu me trajtimin e tina. E paraversisht so kushtoi keq ky trajtimi edhe çaj protokolli që ky 1500 euro për 3 deri në 4 muaj ka qenë trajtimi. edhe tash kjo pak Unë ka thëmë një sen se na jem prind me holla edhe ku të shohëm një derë që është hap, ku është një derë na shkojmë të rëkosim edhe se shohëm kush po më del për para, adin? Edhe mujna me gabu shumë këtë drejtim, apo kupton? Po, sakt. Mirë po, unë këtë pjesë jam konë shumë konfuze dhe për ata nuk kam dosht, adin me fillu me trajtimin e terapisë tina. Kisha me thonë shumë për këtë njeri, se unë thash që kisha po qef me ja përdor që ato po mos t'ishin konë që to medikamente. Po sa po në fotot dhe morëm ankesat e qytetarëve, ne u nisëm për të biseduar me vet Slamnikun se cila është terapia që ai po sugjeron për fëmijët me spektrin e autizmit. Ndiqeni tash rrëfimin e Slamnikut, i cili shprehet hapur se po a jep këtë terapi, por duke mos e saktësuar me emër atë e në disa raste përdor edhe dhejun vulkanik. A sugjeron ti prej barnave diçka, a ju shkruan barna ose çysh zhvillohet krejt procesi? Krejt varet prej prindërve, prej familjarëve. Pra këtyne ju jap sugjerimet e caktume për rastet e caktume, shembull për trajtimin dhe largimin, pastrimin e plot nga parazitët dhe metalet e rënda. Këto dy janë shkaktarët kryesor që e bllokojnë fëmin, si dhe parazitët kryesisht në zor dhe pastaj edhe në pjesë të tjera të trupit. Pra, ne e dim që autizmi nuk ka shërim. Ju e dini. Unë nuk e di ashtu. Okej, mjekësia thotë që nuk ka shërim. Po, mjekësia na ka thonë që edhe vaksinonu me vakcinat Covid. Okej. Cila është terapia që u jep ose ja u përshkruan fëmijëve? Janë një pjesë e mineraleve, janë një pjesë e shembull suplementeve të dheut vulkanik, shembull vajricini, dhe suplemente tjera të cilat e bojnë organizmin e fëmis me i largu të gjitha toksinat, të gjithë parazitët, pra rikthim të gjendjes fëmijut para vaksinimit, me thonë shkurt edhe shqip. Sepse shkaktari ndër kryesort është vaksinimi i fëmijëve. Ka barna popullore, ka barna, suplemente, shembull konkret. Është një suplement është që as mjekësia, po as mjekësia kjo natyrale nuk e njeh. Është dheu vulkanik.
Dheu vulkanik përdoret kryesisht për plehërosjen e luleve, pra ushqimin e rënjes së bimës. Por ai dheu vulkanik ka suplemente dhe minerale të rralla, të cilat pikërisht ato e bëjnë mbledhjen dhe bashkëdyzimin e metaleve tronda në trup. Çdo mramje bëhet shpërlarja e zorës trashë të fëmijës. Edhe gjatë ditës kam mesazhe, qindra mesazhe të prindërve që thonë po ja nim erën e hekrit, po e nim erën e baterive të prishta. Asnjë fëmijë nuk është në gjendje reale, momentale, dhe asnjë fëmijë nuk është në regres. Të gjithë që... A ka pas ndoshta keqësim? Jo, absolutisht, sepse të gjitha janë minerale, janë këshilla për suplemente që nuk kanë efekte anësore. Pra, gjithçka është e natyrshme dhe jo e mvarur si kjo mjekësia që po thot autizmi nuk shërohet, autizmi është sëmundje autoimune, apo autizmi është sëmundje gjenetike. Në fakt, këto dy terme, në momentin që i dëgjojmë këto dy terme, sëmundje autoimune apo sëmundje gjenetike, në fakt këto dy terme kanë të bëjë drejt për zdrejti me efektin e vaksinave të fëmijëve. A ka pas raste tek fëmijët autik kur ka pas sukses në 100%, pra mjekësia thotë që nuk shërohet autizmi. Po, unë kam dëshmi. Dhe së shpejti besoj shumë që i bashkë me juve, si medium shumë serioz, edhe i respektum, kemi me bo pikërisht me juve, kemi me bo storjen me prindrit e fëmijëve autik. Se a ka shërim autizmi, cili duhet jetë trajtimi i tij, ky trajtim a duhet bërë vetëm nga ekspertët shëndetësor, ne kemi biseduar edhe me psikologun klinik Visar Sadikun. Shkaku i që shkakton këtë çrregullim akoma mbetet i panjohur, ka hipoteza të shumta të cilat e flasin këtë gjë, mirë po ato janë të pavërtetuar dhe shumë prej tyre të hudhura poshtë, siç është teoria mbi vaksinat, teoria e faktorëve të mikrobiomës së zorrëve, janë shumë të diskutueshme. Çrregullimi i spektrit të autizmit është i lindur sepse është në kuadër të çrregullimeve zhvillimore, domethënë që e karakterizon zhvillimin e fëmijës dhe asnjëherë i fituar. Çrregullimi i spektrit të autizmit ndodhet vetëm për shkak të gjenezës, domethënë lindjes konkretisht, vjen nga lindja dhe jo nga faktorët e tjerë ambiental. Është një përgjegjësi shumë e madhe profesionale për me hulumtu mirë rastin, për me bë një diagnostifikim të mirëfillt, për të evidentuar se në çfarë niveli është çrregullimi i spektrit të autizmit. Autizmi nuk ka shërim, për shkak se autizmi nuk është sëmundje. Autizmi është një çrregullim i cili specifikisht i afekton më së shumti shkatësitë e komunikimit dhe ato të socializimit. Asnjë rast në botë nuk ka ndodhur që ja ka hequr çrregullimin e spektrit të autizmit, sepse autizmi është një çrregullim zhvillimor i cili është i lindur dhe nuk mund të hiqet, ashtu sikur me përdor një hap për me ndryshu ndoshta ngjyrën e syve ose me ndryshu gjinin ose diçka e tillë nuk ka, prandaj nuk ka një hap edhe sikur kjo. Aktualisht në botë nuk ka asnjë lloj medikamenti, procedure, intervenimi që e xhbën, e zhduk, e regredon çrregullimin e spektrit të autizmit, mirëpo ka procedura të trajtimit të cilat e ndihmojnë fëmijën me nxit shkatësitë të cilat janë të identifikuara si shkatësi me nivel më të ulur të funksionimit. Rreth kësaj çfarë Slamniku po bën tash një kohë nga zyra e tij në Gjilan, ne kemi kontaktuar edhe organet kompetente. Nga policia e Kosovës vetë se ka njoftuar se drejtuar tij është plotësuar një shënim zyrtar në koordinim të plotë me prokurorinë e shtetit dhe institucionet e tjera përkatëse. E kësaj derisa autoritetet hetuese po merren me rastin, nga prokuroria nuk kanë dhënë detaje shtesë. Për rastin e fjalën e kemi dërguar pyetje edhe në prokurorinë themelore të komunës së Gjilanit, mirë po të njëjtit deri në publikimin e historisë nuk kanë kthyer përgjigje. Se për çfarë barna të përshkruara nga Slamniku bëhet fjalë, të cilat prindrit nuk po guxojnë t'u japin fëmijëve, do të kuptojmë ditëve në vazhdim përmes një hulumtimi të radhës.